si ndihmon sot koncepti i asaj që ti e quan edutainment? Më pëlqeu ky se koncepti ishte për mua një nocion i ri. Kishe këtë nocion, kishte edhe tjetër gamification. Gamifikimi është krijimi i lojës, mësimit përmes lojës. Çka kemi zhvilluar një lojë ku fëmijët i përfundojnë detyrat e tyre dhe obligimet e tyre përmes zhvillimit të lojës, sfidat të cilat ai kanë. Na nuk i thojmë detyrat shtëpisë ose nuk i thojmë diçka obligative, po ata duhet me i përmbush këto sfida, me të i kalu këto sfida që janë detyra realisht, zgjidhja e problemeve, algoritme të ndryshme, krijimi sistemeve të ndryshme, po ata e kanë përmes lojës. Edukimi duhet me qenë arktim për fëmijët, sidomos në ditën e sotme, duhet me ndryshu koncepti i edukimit tradicional për arsye se prej fillimit kur ka filluar edhe shkolla si diçka obligative për njerëzimin, ka fillu prej shekullit 18-19, nuk ka ndryshu prej atëherë ato 4 shtyllat kryesore që ka qenë memorizimi i fakteve, përsëritja e tyre, ndëshkimi dhe disiplina. Kështu që as pak nuk përshtaten me gjeneratën digjitale që sot i ka kërkesat komplet tjera. Ata knacin më të madhe kanë të loja, të pajisje digjitale, kështu që duhet me ndërlidh lojën edhe arktimin e tyre me mësimin që ata e bojnë sot në përshkolla. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.